Alergjitë ushqimore janë ndër problemet që po hasen gjithnjë më shpesh tek fëmijët e vegjël. Mjekët alergolog thonë se reagimet alergjike mund të shfaqen që në vitet e para të jetës dhe kërkojnë kujdes të veçantë nga prindrit në përzgjedhjen e ushqimeve për fëmijët. Mjeku Sokola Golli thotë se disa ushqime kanë më shumë gjasa të shkaktojnë alergji dhe ndër më problematiket renditen ushqimet e konservuara dhe frutat e detit. Moshat më të shpeshta që japin probleme alergjike ushqimore janë fëmijët, sepse prirja ose tendenca e ushqimeve të konservuara është në këtë grup mosha. Në moshat shkollore, patatinat, pijet me konservant janë ushqimet që mund të krijojnë probleme alergjike të lëkurës, ne i themi urtikarje. Veç këtyre që rekomandohen të evitohen, janë edhe ushqimet e freskëta që mundet të jenë frutat e thata. Veza, qumshi, frutat e detit, bajnë rekord, si të thuash, në ndër ushqimet që mund të japin probleme alergjike në lëkurë. Golli shpjegon se simptomat mund të jenë të ndryshme, duke nisur nga skuqja në lëkurë, kruarje, entje apo probleme me frymarrjen. Në raste të tilla prindrit duhet të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore dhe të shmangin ushqimin që ka shkaktuar reagim. Këshillohet që të paraqiten pra tek mjeku i familjes dhe me një rekomandim tek alergologu, në mënyrë që të bëhet e mundur evidentimi i një ose disa faktorëve ushqimor, po themi, dhe bashkë me mjekimin përkatës të marrin dhe këshillat për evitimin e atyre ushqimeve që mund të bëhen shkak për alergji. Alergologët rekomandojnë që ushqimet e reja të futen gradualisht në dietën e fëmijëve dhe të vëzhgohet reagimi i organizmit.